Pasi ti mësoni, nuk do t'i hidhni më lëvoret e portokallit, ja përfitimet. Pasi shtrydhni lëngun e portokallit, çfarë bëni me lëkurat? Kur të mësoni veditë e shumta të tyre, nuk do t'i hidhni më. Me to mund të përgatisni një çaj të fuqishëm, veçanërisht ato që kanë edhe migren ose kolesterol të lartë. Por veditë e tyre mund të jenë edhe me përfitime të larta. Marrja e rregull do të ndihmojë aparatin tretës, largon gazrat, urthin, aciditetin të përzirat dhe ekuilibron oreksin. Ekspertët tregojnë gjithashtu se ky produkt natyral është shumë i dobishëm në luftën kundër kolesterolit dhe triglicerideve, madje edhe për njerëzit të cilët u vuajnë nga këto kushte për shkak të peshës së tepërt të trupit. Çaji mund të pasqyrohet me karafil, i cili është një antiinflamator dhe antioksidues. Ju mund të përdorni gjithashtu receta të ndryshme me përfshirjen e lëvoreve të portokallit. Gjithashtu mund t'i përfshini edhe në lëngje, por edhe në gatime të ndryshme për t'i dhënë një aromë të veçantë, sidomos edhe gatimit të ëmbëlsirave.